Historia e dashurisë mes Mevlanit dhe Livias mbetet ende në qendër të vëmendjes dhe vazhdon të komentohet gjërësisht në rrjetet sociale. Edhe pse dyshe nuk kanë konfirmuar zyrtarisht një rikthim të mundshëm, duket se Mevlani vijon të shpreh ndjenjat dhe reflektimet pas ndarjes përmes projekteve muzikore. Së fundmi, pas publikimit të këngës së tij më të re me titull Fati, Livia ka zgjedhur të reagojë në mënyrë publike. Ajo ka postuar një foto nga shtrati, shoqëruar me një mesazh që ka ngjallur kuriozitet dhe komente të shumta. Faleminderit për dedikimin e radhës, gjithmonë kënaqësi, shkroi ajo përbri linkut që të çonte direkt tek muzika e Mevlanit. Ky postim ka shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët janë ndarë, mes atyre që besojnë se ka ende ndjenja dhe të tjerëve që e shohin si një thumë të rafinuar ndaj Mevlan Shabës, por ka dhe nga ato fanca që mendojnë se edhe lajmi se Mevlani do të bëjë baba për herë të parë është mashtrim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.